deri mos i e kom përfundu në gjimnazin, kom qenë mirë. Po kom pas të lloj deformimi skolios, më bashkë kryesor. Komenti, po. Që ka ndodhë me ty kjo... Këtë lloj paraqykimin kur më kam pa të i dikun, të i jesë pëse është ka ndodhë të je kështu. Po një u besë se s'ko mujnë është ta krejtë që të ka dorë. Se edhe unë ku më paramënu krejtë në rëshetën, po besë kam edhi për pike. Endrit Januzaj është një person me karakter goxha të fortë. Ai ishte i pathyeshëm përballë vështirësive duke u përballur me paragjykime të shumta. Tash e 5 vite është drejtuesi një organizate për personat me aftësi të kufizuar. Organizatë kjo që mban emrin dhe mbiemrin e tij. I ftuar në emisionin Zoma i tregon më shumë rreth vetës duke përmendur sfidat me të cilat është ballafaquar. For realitet, vesti një shka po më që s'po bëj me më realo, më rikëthy në kompë mija që thojnë, ka nga jo thojnë vetëm me lëviz. Këto kom një lloj pengë që ka metë edhe po metë që jem të luftu vazhdimisht. Tjera të kom pritë deri tash, kom një mu bukur shumë. Vitin 2024 kom mbyll shumë të suksesshëm. Jo ndalë ndim shumë njerëzve që nga pasë. Mysafiri vazhdon të tregoj se me mjeku në fjalë ka kontaktuar shumë vite më vonë, kur situata veç se ishte krijuar. Por a do të ketë një padi për krejt këtë problem që ja ka shkaktuar të riut nga Deçane? Kom dasht me veç i kom përgatit jetën me padit, po u vani u pak landa edhe këto procedura po shkojshin përmes ambasada. Ai është aktiv edhe në rrjetet sociale ku ndon me ndjekësit e tij momente edhe nga privatësia, duke përfshirë këtu bashkëshortën dhe 2 fëmijët e tij, vajzën 10 vjeçe e djalin 7. Në këto qaste të emocionueshme, Endriti nuk mund t'i përmbajë as lotët. I kam 2 fëmijë. Edhe kjo ka qenë arsye që fillim ka po pak, kam thonë jo s'muj, se jo krijoha familje, jo ato edhe është i farfrike që tjetëri nuk e din, po unë për shembull e mbrana trupit e komenti, po që ka ndodhur me ty kjo. Edhe unë nuk më mujtë më përgjigjën, veç një herë ja kom si u vojzës, edhe mu asë një herë nuk më ka pytë. Qoj për këtë qep unë kur asë një unë prej fëmijëve nuk ka pytë mu. Në fillim ka qenë e vështirë, po tash veç që jam pjek me këtë punë e kanë marrë vesh pak mami. Endrit përmes kamerës në Zoom, kuj do i kërkoje falja? Falje kësha u vesh bashkëfortes. Se s'ko mujnë është ta krejtë që shka dorë. Se edhe unë kom paramënu krejtë në rëshetën, po vesh që kam edhi për pike. Të gjithëve do na interesonte të dinim sa ka përkrahur shteti për kontributin që Endriti vazhdimisht po jep. Me të thonë drejt, shteti pak.
komuna, po, na kemi një kryetar shembull komunë, Bashkim Ramos, ai prej fillimit ku pas përkraje. Prej ti shumë mirë, edhe i falënderoj shumë, po edhe njerëz më kanë përkrahur shumë, unë ndoshta nuk mund asnjëherë me ja kthy me këtë mirë, që thonë, po me fjalë mira më bën një mirë, me posho se s'kan rregull. Për fund, ai e dërgon një mesazh të jetë motivues për njerëzit që janë në të njëjtën situatë e që duhet patjetër të dëgjone. Mesazhi kryesor është veç me i përkrah sa më shumë persona si kurzume përkatësisht të tanë karrocë, i dhon përkraje, mbështetje sa më shumë, me pas një barazi edhe një integrim sa më mirë në jetë, është më e mirë për gjithë.